Shumica e njerëzve në Perëndim, madje edhe ata që ndjekin zhvillimet ndërkombëtare, mund të mos kenë dëgjuar kurrë për Sam Abu Haikal, një foshnjë palestineze 7 muajshe e vrarë pranë Hebronit në bregun perëndimor të pushtuar. Një emër që për shumë kënd nuk u bë kurrë titull kryesor, një histori që kaloi pothuajse në heshtje. Por sipas avokatit palestinozo-amerikan Ahmad Ibsais, Sam nuk është vetëm një viktimë individuale, ai është simboli një historie shumë më të madhe. Sam ishte gjithashtu lufta e gjitha, shkruan Ibsais, historia që çdo titull vazhdon ta arkivojë si një shënim në fund të faqes për raketat e dikujt tjetër. Ndërsa vëmendja e botës është vendosur nga një krizë te tjetra. Palestina, sipas tij, është shtyrë gradualisht në periferitë vëmendjes globale. Lufta me Iranin, tensionet rajonale dhe përplasjet diplomatike kanë dominuar titull ndërkombëtar. Ndërkohë në terren, realiteti për palestinezët, sipas kritikeve të politikave izraelite, ka vazhduar të mbetet i pandryshuar. Në bregun perëndimor, fshatra të tërë jetojnë mes pikave të kontrollit, telave me gjemba dhe kufizimeve të lëvizjes. Raportimet shumëta flasin për incidente të dhunshme, sulme nga kolonët dhe për shkallëzim të tensioneve. Por sipas Ibsais, këto histori rrallë marrin hapësirën që zën zhvillimet e tjera rajonale. Ata besojnë se Izraeli ka përfunduar sulmin e tij ndaj Palestinës dhe ka kthyer vëmendjen ekskluzivisht drejt luftës së tij më të madhe, shkruan ai. Megjithatë, ai argumenton se realiteti në terren tregon një histori tjetër. Sipas tij, edhe gjatë periudhave të përshkruara si janë pushim, sulmet kanë vazhduar, ndërtesat janë shembur, njerëzit janë vrarë dhe zhvendosjet kanë vazhduar. Ndërtesat ende po rrëzohen, fëmijët ende po vdesin, snajperët janë ende aty, dronët janë ende aty, buldozerët janë ende aty, dhe nga ne pritet që këtë ta quajmë armpushim, shkruan ai. Përtej bombardimeve dhe luftimeve, Ibsais ndalet edhe te çështja e ndihmës humanitare dhe urijës. Në argumentin e tij, ndihma nuk trajtohet si një drejtë themelore, por si pjesë e një llogaritjeje politike. Sa pak mund të hyj, sa ngadalë mund të lëviz, sa gjatë mund të mbahen njerëzit gjallë pa i lejuar ata të jetojnë. Këto fjalë përshkruan një situatë ku, sipas tij, kontrolli nuk kufizohet vetëm në territor, por shtrihet edhe mbi kushtet bazë të mbijetesës. Ibsais shkon edhe më tej, duke argumentuar se gjeografia është kthyer në instrument kontrolli. Ai përshkruan një realitet ku toka bujqësore bëhet e paarritshme, ku peshqatarët nuk mund të arrijnë në det dhe ku kthimi në shtëpi mund të konsiderohet shkelje. Fermerët qellohen sepse përpiqen të arrijnë tokën e tyre, peshqatarët vriten sepse përpiqen të arrijnë në det, familjet qellohen sepse përpiqen të kthehen në ato që kanë mbetur nga shtëpitë e tyre. Sipas tij, e njëjta logjik është e dukshme edhe përtej Gazës. Në Libanin Jugor, zhvendosjet masive, shkatrimet dhe urdhrat për evakuim, sipas tij, nuk paraqiten si histori zhvendosjes detyruar, por si pjesë e një konflikti më të gjerë rajonal. Dhe këtu, argumenton ai, lind pyetja kryesore: kur çdo konflikt shpjegohet përmes një kërcënimi më të madh, çfarë ndodh me historitë individuale? Në fund të analizës së tij, Ahmad Ibsais kthehet përsëri te Sam Abu Haikal, një foshnjë 7 muajshe, e mbështjellë me flamurin palestinez dhe e mbajtur në krahët e babait të tij gjatë varrimit. Për Ibsais, rreziku më i madh nuk është vetëm dhuna. Ai argumenton se rreziku më i madh është zhdukja graduale e kujtesës. Harresa dhe të harruarit janë arma përfundimtare e Izraelit. Dhe ndoshta pyetja që mbetet pas çdo lufte nuk është vetëm sa njerëz humbën jetën, por sa histori mbeten pa u treguar.